Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi së bashku në ekranin e Radio-Televizionit të Korçës për të folur për një tjetër temë. Përpara se sa të prezantoj të ftuarit e ditës së sotme, do t'ju ftoj me shumë kënaqësi të ndiqni një video e cila vjen nga mjediset e Public Gallery, është një ekspozit e cila ka bërë bashk koleg edhe njerëz të cilët i bashkojnë të njëjtat pasione. Do ta ndiqim videon dhe do të rikthehemi më njëherë me të ftuarin e parë në studio në këtë pjesë të parë të Pak nga të gjitha. Jemi rikthyer në studio, Ardian Fezollari, fotograf prej gati 3 dekadash, është rikthyer në ekranin ton. Ardi, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se të gjithë. Është kënaqësi që ritakohemi së bashku kësaj here për të promovuar një tjetër punë tënde, por jo vetëm, bashkë me kolegët e tu. Jemi takuar së bashku në gushtin e vitit kaluar në qytetin e Pogradecit, atje ku ti gjen gjithmonë veten tënde me fotografin, po kësaj here një projekt ju ka bërë bashkë me kolegët tuaj. Sepse tashmë të gjithë e njohin Ardin, ai është edhe oficeri policisë së shtetit, kështu që një ekspozitë e cila duket se ka pasur kohë që ideohet në kokën tënde dhe të kolegëve. Si lindi ideja për këtë ekspozitë? Faleminderit për ftesën një radhë të parë dhe përfitoj nga rasti për të thënë që neve vim nga një ekspozitë tjetër në Trieste, në kuadrin e Focus Award. 34 fotograf nga Shqipëria kanë shpalosur punën e tyre në qytetin e Trieste, në një nga sallat më të mira të Hotel Hilton në Trieste, ku aktiviteti ka qenë në qendër të një aktiviteti që është marrë nga shoqata tjetër italiane, si Motor, që kombinojnë punët ndërmjet Focus Award dhe pjesës italiane. Një eksperiencë e jashtëzakonshme edhe për mënyrën e të organizuarit të ekspozitave. Kaq për këtë lidhur me Create. Që është zhvilluar Ardi në çfarë periudhe? Tani në 11 prill kemi qenë në Trieste. Në 11 prill keni qenë aty. Dhe pak ditë më vonë të duhet kthehesh në Tiranë për të hapur ekspozitën tjetër bashkë me kolegët. 3 ditë më vonë. Create Extraordinaire është nga bashkëpunimet tona më të mira, them, pavarësisht se ka qenë ideja e më përpara për ta realizuar, por u desh një trajnim dhe një kontakt me drejtoreshën Risena Xhajat, që është drejtoresha e administrimit të pronave të sekuestruara dhe të konfiskuara, e cila na bëri neve të katërve bashkë, mua, Neritan Albatin, Mondri Zajin dhe Idajt Faske. Të 3 kolegët erdhën me piktura të zhanreve të ndryshme, duke filluar nga vizatimi, grafika, portreti, të shpërndarë dhe pejzazhi. Them se të bësh bashkë 4 policë në kuptimin e artit është një çike vështirë. Kështu që na u desh një mendje më e mirë dhe më profesionale se jona, gjë të cilën e realizoi doktor Shpend Bengu, profesor i artit të grafikës, me një CV mjaft të madhe në fushën e artit.
është një nga rastet e veçanta, po them, sepse është artë më vete dhe përzgjedhja, kurimi i punëve, pastaj aranxhimi dhe ndërkohë galeria, unë them se plotësonte të gjitha kushtet për të bërë një ekspozitë dinjitoze. Natyra. Kjo impenjimi ka qenë maksimal i kësaj pune. Kur them maksimal deri në minutën e fundit u zgjidhën detajet e vogla të cilat nga strukturat më të mëdha shtetërore, po them, që duke filluar që nga kryeministri, po them, zënës kryeministra dhe ministri i brendshëm, të cilët kanë qenë direkt të interesuar për realizimin e kësaj ekspozite. Unë mendoj se ja arriti qëllimit për shumë arsye, por edhe për një arsye të vetme, sepse ka qenë jashtëzakonisht e vizituar si ekspozit, ka pasi pjesëmarrje shumë të madhe të bashkëpunëtorëve tanë, që kanë të bëjnë me pronat e sekuestruara, prokuria posaçme, drejtoria e përgjithshme, kryeministria. Ne jemi ndjerë jashtëzakonisht mirë, plus edhe trupi diplomatik, të cilët kanë mbetur jo të shokuar, po them palesës çfarë kishim bërë ne, po gjithsesi ishte një surprizë mjaft e këndshme për ta, për shkak të punëve të cilët ne kishim pasqyruar aty. Të njohim nëpërmjet një galerie fotosh që Ardi na ka vënë në dispozicion pikërisht nga momente nga të saktuara gjatë ekspozitës. Ashtu sikurse Ardi e përmendin kanë qenë pjesë e kësaj ekspozite edhe zëvendës kryeministra, ministri i mbrojtjes, është interesimi i medias duket që është shumë i lartë, ka bërë bashkë 4 të themi, Ardi thot policë punon një sërendi, të cilët kanë shprehur një pjesë tjetër të pasionave të tyre. Është vërtet që janë policë në kuptimin e policë me grada, që bëhet fjalë për drejtorin e policisë kriminale që është Neritan Albati, drejtori i hetimit, cili është Mondri Zajt, të krimit organizuar dhe Idet Paska, që është i Interpol Tiranës. Cili ka qenë në përgjithësi opinioni i të ftuarve në këtë ekspozitë? Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje? Ku janë ndalur, te cila pjesë? Secili prej jush kishit specifikat e veta, ju në zhanrin e fotografisë, dikush në portreti, dikush te grafiku. Unë po them që tani nuk e marrë do me thënë, ne prisim te secili posti joni, sepse edhe galeria ashtu ishtë ndërtuar. Më kupton, do në fillon të me drejtori, me Neritanin, pasaj vazhdon të me Idaetin dhe pasaj mas ati vinde edhe Mondi. Kështu që unë them, edhe bisedat kanë qenë tani të shkurtra, sepse nuk ke çfarë do thuash, po them që mënyra si thua e këndvështrimit të secilit prej nesh, sipas atyre që e vizituan, ka qenë krejt e ndryshme dhe tepër origjinale. Dikush punonte dikush me ngjyrat forta me peizazhin, apo me kompozime, si që kishte Neritani, portretet të shkëlqyra të Mondit, edhe vizatimet e Idaetit, të cilat mua më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Për pjesën e fotografisë, pasaj ka pas një, të them një lloj kategori njerëzish të tjerë, sepse fotografia është pak më e prekshme se piktura, edhe njerëzit e kanë më kollaj për të dhënë edhe impresion edhe mendimet e tyre. Por unë them që ka qenë me të vërtet një ekspozitë realizuar nga ana jonë, për më tepër që na u kërkua dhe shtyrja afatit të ndenjës të punëve në galeri. Pra, ekspozita momentalisht është hapur për të gjithë ata që dëshirojnë të shijojnë punët e 4 punonjësve të rendit, prandaj edhe ekspozita jo pa qëllim i është vendosur titullin Krijime nga rendi. Si u ndjet Ardi, jo vetëm opinionin tënd personal, po ndoshta edhe në opinionet që ke shkëmbyer me kolegët, si u ndjet kur ndat me një publik të gjerë një pjesë tjetër tuajën? Pra, e keni dashur këtë gjë që t'ju njohë ndryshe publiku? Ju e keni më të thjeshtë, se është gati ke 30 vite që njihesh për publikun e gjerë, po ndoshta kolegët pak më ndryshe. Nëse, ata kanë mbaruar liceun dhe kontaktet me arti nuk është se i kanë shkëputur, më kupton? Edhe marrëdhëniet me ekspozitat, me aktivitetet ndryshme që kanë të bëjnë në fushën e arteve pamore. Unë besoj që
Edhe ajo veshja jonë atë ditë me uniformën e ceremonialit që kemi ne, ishte i ndomethënë jashtëzakonisht e madhe. Ishte i ndomethënë jashtëzakonisht e madhe. Unë për vete nuk e kisha qef, mos të gënjej kot, s'para kam qef uniformën, por u bëm bashkë dhe vërtet po qeshja me vete, thosha, dukemi mirë. Dukemi mirë, edhe sepse uniforma nuk lejon të bësh veprime të pak kontrolluara dhe je gjithkohës në qendër të vëmendjes, edhe t'je shumë i kujdesshëm, qoftë edhe me gestikulacionet, kështu që edhe ajo pati rolin e vetë, do më thënë, sepse edhe publiku që të shef, do në shef ty, ndërkohë shef edhe punën. Fillon bëj lidhje. Dhe filloj bëj lidhje, sepse të paktën për vetë e kam konstatuar këto, ose ma kanë thënë të tjerë që, ore s'ka mundësi ky që bën këto të bëj dhe policin. Të bëj dhe policin, po. Kështu që ishtë jashtëzakonisht mirë për neve. Sa ndikon arti në i punoj një sërendi, Ardi, në punën tuaj të përditshme? Do me thënë, është një mënyrë, një formë për të mbajtur pak më të butë nga situatat shpesher të vështira që duhet shoqërojnë që të punës të unë, ju do ta dini, ose më saktë të gjithë jemi prindër, edhe të gjithë regjistrojnë fëmijët në përkurse. Violin, piano, pas edhe në sport. Nuk shefen që të bëhet as volejbolist, as basketbolist, as artista, po ndikon në zbutjen e gjendjes të njerit. Unë them që joja kam përhajrin sa pune, po vërtet ndihem mirë pas një seance fotografimi, do mos ku shoh vendet të reja, se të pjesën këteja, pjesën qarë shoh për ditë, do më thënë e kam thënë dhe po e përsëris prap, është shumë vështirë që të më bëj dikush xhelos, për shumë për të parë po Gradecin, apo do të bëj një gjë jashtëzakonisht mirë që unë të them që... Tani ke 3 dekada me aparat në dorë, edhe të është dashur të kalosh fazat të ndryshme të zhvillimit edhe të fotografisë, të përshtatesh. Si e bëre për zgjedhjen e fotove, se natyrisht kishit një numër të kufizuar fotografish. Si e bëre këtë përzgjedhje? Zgjedhjen e bëri Shpendi, tha do më sjellësh 1, 2, 3, 4 edhe bile deri tek formatet e përcaktuara. Shanë ty ka punën që janë 2 metra e gjys me 1 e gjys, ajo pema që është në sfond me borë. Ja, do t'i shohim tani fotot. Ajo ka një format 3 metra me 3, edhe them, të gjitha këto janë gjetje të kuratorit, nuk mundet ta mendoja unë, për shumë unë se dia si mund të rinda pema 3 me 3, dhe u çudita. I thashore, s'është mirë. Më kupton, jo, di unë, të punë sa dori, këte do ma bësh kaq, këte me kaq. Pra, për zgjedhjen e ka bërë Shpendi, dhe unë them që i ka bërë mjaft mirë ekspozitës. Ja i shohim pak fotot e përzgjedhura në fakt të Ardianit që u bën pjesë e kësaj ekspozite? Po. Janë me gjithse... Këto janë fotot të realizuara me film. Me film, po. Që do thot i përkasin një periudhe kohore të largët. Para se të fillon dhe digitali. Ky plaku me këtë fëmijën e kam realizuar në Velitern. Atë që punon tokën lartë diku nga Mokra. Kjo plaka është në Berat, plaka në krah është në Lin. Ai me bicikletën dhe me atë lopën është diku këte nga Starova, afër Valorekës, duke kaluar me makinë, më bëri shumë përshtypje dhe shkrepa. Po, këto ka qenë gjendje... Dhe, Ardi, është shumë interesante se rallë në ndodhë që të shohim fotot e tua me portrete njerëzish, në përgjithësi ti do fut peizazhin. Rallë. Unë them që rallë bëj njerës, nuk është se kam shumë, edhe në base dhe... Ama janë shumë të goditura ato që ke realizuar, janë vërtet shumë të goditura. Kuratori besoj se e ka zgjedhur të arsyeshme për të më prezantuar në 2 pjesë. Normalisht këtu jam në... Jo, ai plaku me ato kecat aty është në Devoll. Ai dimri është në Volorek. Po peizazhi është më thjesht, edhe kjo është në Devoll. Rrugës për në punë i kam bërë këto. Cila nga fotot të roqi më tepër vëmendjen për Darsit? Atje ku vure re që u ndalën më shumë? Janë... Jo një foto, janë... Disa.
jo disa, po them 3 foto, sepse është kjo foto këtu, që është fshati i prindërve të mi, është Kalivaçi në Mokër. Në Mokër, po. Është një dimër, tani peizazhi aty ka ndryshuar, po është nga foto që është ndëruar me çmim në vitin 2000 nga Ministria e Turizmit, me çmim të tretë. Të parin e ka parë fotografi i Ministrisë të Turizmit, të dytë një vlogjar, të tretin e ka marrë. Se këtë e kam fiksuar se është bërë debati i madh. Për foton. Po, është bërë debati i madh për foton me Sjuris. Më shumë janë ndalur te ky plaku me këtë fëmijën, edhe tek Pema. Po. Pema e madhe. Po, binte shumë në sy. Pema ishte edhe për shkak të formatit, po edhe mënyrën e konceptit edhe. Mënyrën se si e kishe konceptuar. Në fakt. Ajo është një pemë që është në anë të rrugës, pa aq borë binte atë ditë, sa ishte bërë aq e bukur sa u tundova. Ndërkohë, një kolegi juaj, të cilin ne kemi njohur në fakt edhe kur ju punuat për albumin e fundit, është kolegu juaj nga Maqedonia, të cilin e kishit prezent në... Nga Kosova. Nga Kosova, që e kishit prezent në Faredini, që e kishit prezent edhe në ekspozit. Faredini është miku imi i vjetër tani, edhe nuk mund mos mungon të donë në ekspozit. Mu bëqefi për ishte vërtetës që erdi. Kemi një projekt bashkë me Faredinin tani së fundit? Ne vazhdojmë... Vazhdojmë bashkëpunimet? Vazhdojmë bashkëpunimin, unë projektet sa mbaroj nis një tjetër, thash kryesisht tani jam dhe në bazë botimeve dhe kam në dorë disa albume, në dorë paralel. Shpresoj të mbyllen 2 brenda këtij viti. Them se Maliqi do bëhet me një album jashtëzakonisht të bukur dhe të vogël. Maliqi, do jetë surprizë radhës. Them se po. Shumë bukur. Maliqi do jetë vërtet surprizë. Do jetë surprizë. Surprizë. Shumë mirë. Më e bukur se Kolonja? Nuk bëj do dallime, po secili është me specifikat e veta. Po mbas Aur Albania dhe Parku Kombëtar i Prespës, që për mua është më mirë nga gjithë deri tani, unë them se edhe Maliqi do dali me një botim prestigjos të paktën. Dhe në fakt është hera e parë që zona e Maliqit vjen me një album fotografik? Është hera e parë. Sepse nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë që në një fotograf të jetë përqendruar edhe të jetë ndalur në zonat veçanta të Maliqit. Është hera e parë, bile unë po them që ka peizazh, ka arkitektur, ka etnografi, ka trashëgimi kulturore, pra besoj do vi i plot. Do jetë një dhuratë e bukur për banorët e Maliqit. Do jetë një nga albumet që ata do ndihen krenar për vendin e tyre. Për zonën e tyre. Kur pritet të dalë, Ardi? Nuk e di, unë jam në fund fare me disa rregullime të vogla dhe besoj bashkia ka marrë masat e veta për ta botuar. Shumë mirë. Është vërtet një punë shumë e mirë dhe e theksova që të paktën deri tani ne nuk kemi dëgjuar një fotograf që të punojë seriozisht me zona që mund të jenë shumë bukura edhe që syri ynë duhet ndoshta fotoja që të na bëjmë më të vëmendshëm ndaj këtyre zonave. Kam qenë shumë interesuar që të gjitha qytetet e qarkut të Korçës mundësisht të promovohen ashtu siç duhet. Të paktën në Kolonjë kam qenë vetë me punë rreth 2 vjet, në Devol kam qenë 2 vjet e gjysmë dhe kam pas mundësinë më të madhe për të, kurse me Maliqin jam marrë herë pas here. Derisa vitin e fundit ka filluar të merrem seriozisht. Më seriozisht. Maliqi jam marrë ndërkohë kur lëvizja, kurse një vit e pak po merrem seriozisht. Dhe ke bërë shumë mirë, Unë mendoj që bashkia do prezentohet në mënyrë dinjitoze, po. Dinjojmë tani kolegët e Ardit, ata të cilët së bashku me Ardi Fezolari në Tiranë kanë mundur të tërheqin vëmendje në një publiku shumë të gjerë, por natyrisht edhe të institucioneve të rëndësishme. Tani këto janë, si thua, foto të cilët ne na kërkonin për të bërë foto, po Mondri Zaj është në të majtë, unë, pastaj Neritani dhe Idajeti
Thash, ka pas dyndje, nuk i njoh një pjesë të mirë, sepse vin nga salla, edhe sinqerisht nuk kam njohje. Këta kolegët mbase i njohin një pjesë të mirë të tyre, po unë Ardi, kur i ke kolegë është pak i vështirë të ndash, po këtë do të veçoje... Këtu jemi Shpendi, është kuratori, dhe Risena është drejtoresha e... Të cilën e përmendëm edhe pak më parë. Kjo është zonja që ne na bëri të mundur. Këtë do të veçoje nga kolegët përsa i përket punëve. Ju thatë që secili ka specifikën e vetë. Ke një punë që e ke të dashur nga kolegët e tu, që mund ta veçosh? Po unë të tre i ka me 3 punë shumë të bukura, faktikisht. Në Eritani ka shtëpi rumune, që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë edhe ja kam kërkuar, nuk ma jep. Mondi ka portretin e babait e ka jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht të bukur e ka një portret të punuar me shumë dashuri. Edhe nga Mondi nuk kam punë, as nga Idajti, nga asnjëri nga këta nuk kam punë. Megjithatë, edhe Idajti ka, edhe vizatimet i ka shumë të bukura dhe pejzazhet i kanë jashtëzakonisht të mira. Idajti ka pejzazhe shumë të bukura, edhe Mondi ka pejzazhe shumë të bukura. Kurse në Eritani ka këtë pjesë në kompozimeve të këtyre portrete kështu si vajza si shtoj zavalle. U pëlqyen, sinqerisht u pëlqyen dhe unë them kam vlerë të shtuar për më tepër tek vizatimet. Është rrallë që të gjesh piktor që vizatojnë. Pa ata vizatojnë të 3. Kështu që unë me të vërtet jam kënaqur nga punët e kolegëve. Fakti që ekspozita ka patur sukses dhe do të vijoj të vazhdoj për te parashikimit e hapur, për gjitha ata që duan të shijojnë këtë ekspozit, mund të vazhdojnë të shijojnë në Public Gallery. Mirë, ne të urojmë shumë suksese, sidomos për albumin e fundit të cilin sa po e bëme dije për gjithë publikun, albumin e fundit që do të promovoj zonën e Maliqit, që ndoshta tani do të fillojmë ta shohim dhe ne me një sy tjetër gjithë këtë zonë. Do ta ndërpresim për pak momente, Ardi nuk do të largojmë nga studia, po do të mirëpresim një tjetër fotograf, pikërisht duke u përqendruar te fotografia, ne do të flasim për impaktin që fotografia lë jo vetëm tek individi, po tek një masë e gjerë. Dhe a mund të ndikojë një foto në promovimin e një vendi të caktuar? Ne përmendëm tani Maliqin, por natyrisht kemi foto të cilat ndoshta mund të kenë tërhequr vëmendjen e njerëzve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë e mund të kenë qenë një arsye pse jo për të vizituar këto vende. Rikthejmë edhe njerë video nga ekspozita që na ka sjell Ardi në studio dhe do të mirëpresim një fotograf i cili vjen për herë të parë në studion tonë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të pak nga të gjitha dhe mirëpresim tani në studio një tjetër fotograf që në fakt vjen për herë të parë në formatet tona televizive, të paktën në pak nga të gjitha, Sualdo Dino. Mirë se erdhe, Sualdo. Faleminderit që pranove ftesën e që na u bashkove për të folur për një tjetër pasion tëndin që tashmë është kthyer në një profesion prej sa vitesh? Prej rreth 12 ose 13 vitesh. 12 vitesh. Si do ta përshkruaj ti stilin tënd fotografik? Stili
Le të themi, unë më përqendruar më tepër tek fotot e ushqimeve, por edhe tek fotot e natyrës. Fotot e natyrës. Mund të them që në gjithë këto vite eksperiencë kam krijuar një aftësi për të parë dritën siç duhet, për të kompozuar dhe të krijoj një imazh që përcjell emocione tek të gjithë. Sualdo, ju jeni fotograf autodidakt apo të zhdashur të bëhesh pjesë e trajnimeve të ndryshme ose pse jo të konsultohesh edhe me fotograf të cilët kanë një përvojë të gjatë në këtë fushë? Le të themi rreth 13 ose 14 viteve më përpara kam marrë pjesë në një trajnim për rreth 1 mujor për filmin me metrazh të shkurtër. Kryesisht isha i fokusuar tek video dhe më pas kalova tek fotografia. Është një pasion më vete. Unë shpesh konsultohem me miq, një ndër ta është edhe Ardiani, që ne kemi sot në studio bashkë. Diskutojmë her pas here mbi fotografinë për projekte të ndryshme, kryesisht lidhur me natyrën, peizazhin, po pse jo edhe pjesën e trashëgimisë kulturore. Le të themi zonat të mbrojtura, muzeume, amfiteatro, po edhe veshjet tradicionale të kostumet Edhe kostumografia. me etnos, po. Sualdo, cilat kanë qenë vendet që kanë patur një impakt në momentin e parë kur ju me njëri një përballur edhe i keni drejtuar objektive? Le të themi vendet që krijojnë impakt mund të gjesh kudo, janë shumë, por unë nuk është se i kushtoj më tepër vëmendje vendit sesa dritës dhe momentit që ndodh. Ka vende që janë shumë të bukura, kur ti e sheh edhe në art ose edhe në foto që kanë bërë dikush tjetër, por në momentin që ti përballesh me natyrën, nuk përcjell të njëjtin emocion siç mund të përcjell në një moment shumë të shkurtër gjatë një dite, ose pse jo dhe gjatë një viti. Ardi, si mund të ndikojë një foto në perceptimin që njerëzit kanë për një vend si Shqipëria? Unë besoj që si thua, namin e madh Shqipëria ka marrë nga fotot, Nga fotografitë. nga fotot, nga videot, rilsat e famshëm, pasën në hijet dronët. Të gjitha, unë po them, kam patur një impakt, besoj të jashtëzakonshëm, edhe tuaj të jepe pas tyre, por mos thënë pasaj edhe mikpritja, duket si pas e vërtet, do në shqiptarët më presin në mënyrë të jashtëzakonshme. Çmimet e lira që për ne nuk është në fat që vinë me çmimet e lira, por përderisa vendi vizitohet, unë them se jemi në rrugë të mbarë. A ka probleme, sa të duash, duke filluar nga infrastruktura, akomodimi, të i përkasim pas e ditë të fushë, po flasim për fotografin dhe për atë që ka mund një foto tek individi. Fotografit dhe videot janë një mjet i mirë promovimi për Shqipërinë. Jo i jashtëzakonshëm për të promovuar. Sualdo, the pak më parë që për ty si fotograf, si profesionist, ka shumë rëndësi drita. Është i vetmi element që duhet ketë domosdoshmërisht një foto për ta promovuar siç duhet një vend? Sigurisht, drita është faktori kryesor që ndikon çdo lloj fotografi. Kur është drita më e mirë për ta bërë një foto? Ajo është variabël në bazë të fotos që ti dëshiron që të bësh, që nga mëngjesi deri në perëndim. Nuk është se duhet jetë me domosdoshmërisht një orë e caktuar. Mëngjeset janë të mira. Dhe mbas kur e kam intervistuar Ardin, pa dal dielli është mirë. Pa dal dielli. Ardi është një fotograf që para orës 6 del herët në terren edhe fotografon dritën. Ka tjetër eks. Mëngjesi është i jashtëzakonshëm, edhe pasditja. Megjithatë dhe fotot e mbrëmjes janë kur drita është në zenit, pastaj lart, është çik më komplikohet gjëja. Pastaj hyn stinët, ka shumë gjëra. Për shembull, e them për herë që vera s'më pëlqen për fotografi, për shembull. Bëhet shumë jeshile. Edhe nuk më... Sualdo, ke ndonjë preferencë për sa i përket dritës së cilës stinë? Mendoj që pranvera dhe vjeshta janë më të bukurat. Pranvera dhe vjeshta. Por në veçanti vjeshta është shumë e bukur. Në mëngjes.
Në mëngjes, por pse jo edhe mbas Gjatë gjithë ditës, po. Gjatë ditës. Cila mua është është, vjeshta mendon dhe që është dimri, fotoja kështu. më e bukur që mund të kesh realizuar në Vjeshtë, apo do t'i shohim fotot edhe të Janë ti? disa, njëra prej tyre ka fituar edhe çmimin e Po, fotoreportazh në Wanderlust in Albania, që është një traktor në fushën e Korçës. Këtë vit bashkë me Ardianin dhe shumë fotografë të tjerë ishim në pjesë në Itali në një ekspozitë fotografike Tek për të ekspozita promovuar që Trieste, Trieste, po. Trieste pak më parë. Dhe është një foto që mua më bën të ndjem mirë, ose le të themi ka një ndjesi shumë të veçantë në fotot e mira. Mirë, i shohim tani një grup fotosh, për gjithë ata që ndoshta nuk e njohin Sualdon si fotograf. Unë kur i pash fotot, ja kam thënë edhe Ardin, në fakt janë shumë fotot tuaja që mua më duhen tamam si piktura. Dhe si ai njeriu që shijon fotot, kam një dyshim vogël një pikpyetje, është foto apo është pikturë? Por shumë ajo e para, Këto dy të parat janë në dardhë dhe janë në stilin e Vjeshtës. Vjeshtë, besoj do jetë Vjeshta. Po, vjeshtë. Duke sigur dikush i ka hedhur vërtet edhe kjo ngjyra fotos. Kjo është realizuar me dron, një nga pajisjet e fundit që fotografët e përdorin sot. Ky është manastiri i restauruar i Vitkuqit, Shëmpjetri, po në Vjeshtë edhe kjo. Kjo është në Pranverë, është bërë këtë vit në fushën e Kolonjës, është një pemë sapo çelur në. Kjo është Sualdo, e ke ndjerë impaktin që ka lënë fotografia, për shembull këtu jemi në Kolonjë? Këtu jemi në Kolonjë, kjo është ura e Totës. Ura e Borovës? Jo, kjo është ura e Totës. Është poshtë në Mulliri. Poshtë në Borovë. Poshtë në Borovë. Po, tek Mulliri i Ura e Totës. Totës, Mulliri i Totës. Mulliri i Totës, po e di sepse e kam vizituar atë vend. Tani, sa mendon që kanë pasur impakt në një publik më të gjerë këto foto kur i ke bërë publike? Po, zakonisht, ajo pjesa e fotos me urën është një destinacion shumë pak i njohur për Kolonjën. Jo të gjithë që mund të shkojnë në Kolonjë, vizitojnë këtë monument. Kryesisht në Borovë shkojnë në një ditë caktuar që është Gjashkoriku, edhe harojnë në fakt që Borova ka dhe peizazhe vërtet shumë për bukura. natyrën. Ky është edhe me shteg, e shënjuar. Është i shënjuar, po. Si shteg. Edhe këtu jemi në Kolonjë? Jo, kjo është në Polenë, është rruga e vjetër e Polenës. Ka një pjesë që mua më ka pëlqyer sepse këtu kam realizuar 3 fotot. Njëra prej tyre është ajo me traktorin gjatë punimeve në Vjeshtë. Kjo është foto e traktorit. Kjo është një foto që ka pas qenë unë isha duke fotografuar me dron disa kënde të ndryshme dhe në atë moment kam parë thjesht pjesën e këtij traktori që ishte në gjatë punimit të tokës. Dhe ka qenë thjesht momenti që kam fotografuar. Sualdo, si e matni ju suksesin e një fotoje? Le të themi, suksesin një foto e matet me sa pëlqet në publik, por e rëndësishme është që të marrësh pjesë në kompeticionet ndryshme, në ekspozitat ndryshme, dhe të vlerësohesh nga profesionistë. Të vlerësohesh. Kjo është në Benj, po. Ura e Kadiut, është marrë nga një pjesë e një guve që është diku atje më lart. Kjo mund të jetë një foto ose një toponim të themi që dëgjohet për herë të parë nga një pjesë e mire e teleshikuesve. Ti e ke ndjerë për shembull dikush që e ka parë foton dhe ka klikuar edhe të ka pyetur që çfarë është, ku e ke realizuar, në çfarë vendi është? Disa prej tyre pyesin, por në përgjithësi gjatë momenteve që unë bëj, le të themi, postimet në rrjetet sociale, jap edhe një përshkrim të detajuar të vendit se ku është bërë. Kjo është mendoj që ka foto, Sualdo, që ka ndikuar drejt për drejt në tek vizitorët? Po, sigurisht. Në momenti që i poston, le të themi, në platforma si Wikipedia ose dhe Google, shumë prej tyre klikojnë dhe ka një shikueshmëri shumë të madhe sesa në platforma, le të themi, si Instagram ose Facebook. Sepse këto të dyja si platforma, si Google, si Wikipedia, janë platforma që njihen nga njerëz që vinë nga jashtë dhe vizitojnë Shqipërinë për herë të parë, duke dhënë dhe review-t e tyre për vendin. Mbasi e kanë vizituar ata. Mbasi e kanë vizituar. Do të vjojmë të shohim të tjera foto realizuar nga Sualdo, edhe do të na përcaktoj besoj edhe vende. Kjo është në Kolonjë, është
është pjesa e fushës Kolonjës dhe mbrapa është një pjesë e malit Gramozit. Është bërë tani në Vjesht e vitit kaluar, në pasi një ekspozite që kishin dhe disa piktorë akuarelistë. Kolonia e piktorëve në Kolonjë. Që realizohet në fakt çdo vit. Çdo vit në Vjesht. Ata zgjedhin Vjeshtën dhe mendojnë që Kolonja është vendi më i përshtatshëm që ata mund të realizojnë tablo interesante. Sigurisht. Kjo është në Borovë, është një kanjon që të çon përtek ura e Totës, sërish në Vjesht. Kam zgjedhur to destinacione që janë tani në shfaqjen për arsyen sepse kam ndjekur piktorët kur kanë shkuar dhe kanë pikturuar peizazhin. Domethënë ata ecnin në Telajo ndërkohë që unë shkrepja me aparatin fotografik. Le të themi kemi kapur një kënd përafërsisht të njëjtë me disa prej tyre. Kjo është në dimër në këtë vit, edhe pse të bora shumë pak. Në Kolonjë, sërish. Është një nga destinacionet që janë të bukura për mua, po dhe janë afër për momentin. Këtë foto kemi realizuar, kemi qenë bashkë me Ardin. Kjo është bërë në Presmen e Vogël, një nga liçenit që tashmë është drejt shkatrimit. Dhe ka qenë thjesht një moment shumë i bukur, sepse ishim duke diskutuar me Ardin që ja vlem për ta bërë si foto apo jo në ato momente. Dhe Ardi po më thoshte që nuk duket mirë, ishim duke diskutuar e sipër dhe thjesht e kam bërë shkrepin, sepse ishim për të bërë diçka tjetër në pastaj kur e ke parë foto, pastaj kur e kam parë në kompjuter, është vërtet një moment që ja ka vletur. Nuk duhet të konkuroja Ardi me Pogradesin, sepse Ardi është magjik në Pogradec. Këto janë 2 milma, është në Volorek. Është një prej destinacioneve që shpeshherë kemi qenë dhe me Ardin duke pirë dhe kafe, duke diskutuar dhe për projekte ndryshme atje. Është ajo pjesa që i ka ngelur autentike, le të themi, pakogje. Shumë e bukur. Është moment i këndshëm. A mendoni se një foto mund të ndryshojë mendimin e dikujt për Shqipërinë? Po. Po, patjetër. Po. Ju ka ndodhur kjo në biseda që bëni me miq, me kolegë? Në biseda po, edhe gjatë bisedave po edhe në botime. Flasë të paktën për trashëgiminë kulturore dhe se di ne kam thënë këtu atë diku tjetër që për pjesë e trashëgimisë kulturore, kur kam bërë kalendarin në 2005 me 12 kisha bizantine, dhe zhvarur në kishën e Bosonit, askush se beson të thoshte nuk ka mundësi që Shqipëria të ketë gjëra kaq të mira. Kështu që impakti është i jashtëzakonshëm. Për mos thënë pasaj në kostume që është akoma më i madh. I përket një target grupi më të specializuar për t'i parë, ata që merren me studime, ama në impakti i parë për ta parë se si i ri, qysh i ri, çfarë krajine i përket, ornamentet e ndryshme se ka secila veshje, këto janë gjëra që edhe ty të bëjnë të ndihesh mirë, mbase si mi aq të zot dhe aq specialist për t'i shpjeguar se çfarë përfaqësojmë, po një mendim të specializuar gjithmonë personalisht unë e kam marrë nga njerëz që marrin vesh nga kjo punë. Po, tani unë një mendim të specializuar e dua nga Sualdo. Për shembull, pas një dekade përvoj, pse një pjesë e mirë e fotove që ne pam i përkisnin Kolonjës? Për shembull, në syrin tënd si fotograf, pse Kolonja? Para është një vend që mblidh me origjinën, e dyta është një vend që ka shumë hapësira për të dhe peizazhe për të fotografuar. Ardi ka liçenin e Pogradecit, Korça ka gjithashtu destinacione turistike për të vizituar. Po duke që kjo foto për shembull është e Prespës. Është e Prespës. Po dhe këtu kemi hapësira. Sigurisht, Prespa ka, le të themi, ka shumë vende të pa vizituara ende. Kur kam parë albumin e Ardit të Prespës, ishte vërtet mbreslënës, më ka pëlqyer jashtëmase shumë. Gjithmonë do të doja që të mos shikoj atë njëjtat kënde që Ardi ka parë. Pavarësisht se peizazhi ka ndryshuar shumë në vite. Po le të themi, disa prej fotove janë dhe pjesë e udhëtimeve të mia. Kjo është një prej tyre, për shembull, këtu ka qenë thjesht një moment i rastësishëm kur ai bariu me delet ka qenë kratë majt dhe pjesa e traktorit që ishte duke lëvizur në fush. Stina, më fal,
moti ndryshoi shumë shpejt, domethënë kjo pjesa e këtyre reve që kanë erdhur në këtë momente ishte, le të themi, punë minutash, ishin shumë të shpejta. Dhe kam zgjedhur këtë kënd për të bërë foton. Nga ana tjetër ka pas dëborë, mali dhe por mua më ka tërhequr më tepër kjo sepse edhe drita ka rënë shumë bukur në. Sualo, është më e rëndësishme e cilësia apo momenti në një foto? Unë jam i parimit që pajisjet nuk bëjnë një fotografi të mirë. Është ndihmojnë, le të themi, por nuk është se bëjnë. Të njëjtën foto mund ta bësh dhe me telefon, mund ta bësh dhe me dron, mund ta bësh dhe me aparat, mund të bësh dhe me aparat me film. Është, le të themi, Instagrami sot ka fotografi pafund, por nuk është se ka rritur cilësi. Syri është i domosdoshëm. Është syri, është Syri dhe momenti. drita. Syri duhet të shoh atje kur nuk sheh Një sy i zakonshëm. Kjo është lufta, ose më saktë ajo që ne bëjmë me veten, apo kur shohim një fotografi. Pra ngelemi te momenti atëra. Jo tek Si momenti. punë e rastit që është mbreti, është momenti. Është momenti. Momenti mund të jetë, Por, një shoku im nga Maqedonia thoshte kur e pyeti një fotograf të famshëm që kur bën fotografi më të mira, më cilësore. ai thoshte kur se kam aparatin me vete. Sepse normalisht e ka parë me sy, nuk e. Më kupton. Po në momentin që ti je në vendin e caktuar dhe në momentin e caktuar, absolutisht Është edhe pak çështje fati, ë? fatin duhet ta ndjekësh. Duhet ta ndjekësh. Është ajo drita të cilën e ndjek. Duhet ta ndjekësh, nuk mundesh të hajde po dal sot unë edhe palese çfarëdo. E kuptoj. Po vjen me kohë, vjen me eksperiencë. Thash, unë kam thënë në vende të tjera që e kam thënë dhe edhe përsëris shpesh, unë e di si bëhet një vjeshtë e mirë, unë di se kur dilet. Flas për Pogradecën, Se është edhe përvoja pastaj. Prandaj po them, me kohën ti fillon edhe ti shikon pranverë dhe të duket si vjeshtë. Po ka foto për shkakun që ti është pranverë dhe ty të duket vjeshtë, duhet të jesh shumë i syve mendshëm që të dallosh për shkakun që është vjeshtë apo është pranverë. Kështu që po kjo vjen me kohën. Me përvojën. Mirë, ne do të na bashkohet në këtë bisedë, ndoshta dikujt mund t'i duket çudi, por do të flasim me profesor doktor Neli Naçon, të cilin do ta kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana. Shohim çfarë lidh ato me fotografin, por jo vetëm, edhe mënyrën se si ai do të interpretojë pikërisht fotot edhe një lidhje paralele me rrëfimin në fushën e tij në atë të letrave. E presim në një lidhje të drejtë për drejtë. Po, e mirëpresim atëherë profesor Neli Naçon. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që na u bashkove në një bisedë ndoshta jo të zakonshme për ty, se e përditshmja jote është brenda mureve të Akademisë së Shkencave tani, prej disa kohësh je larguar edhe nga qyteti yt i dashur i Pogradecit, po edhe nga Korça, që i mungon. Profesor. Po, brenda institutit të antropologjisë ku punoj. Shumë mirë, të urojmë shumë suksese në punën tënde. Profesor, Faleminderit. si je ti i lidhur me fotografin? Në fakt, qyteti nga vjen është peisazh gjithi, është poezi, ashtu sikurse dhe Lazgush Poradeci nuk e ndante dot. As liqerin e tij, as malin e that. Po, fotografia ka një impakt, si të është mas në jetën e njeriut, në qoftë se e njeh mirë dhe përdor atë. Sigurisht sot fotografohet shumë, në kohra të tjera ne kemi arritur atë fotografin tradicionale. Fotografia ka qenë tjetër lloj, kishte një lloj poezie të vetën. Edhe të fotografosh në Pogradec ishte një gjë jashtëzakonisht e bukur. Sigurisht që pastaj unë jam marrë një pjesë të jetës time me fotografi, bashkë me mikun Ardi Fezollari që është në studio. Kemi bërë edhe eksperimente bashkë, domethënë një fotografi të avancuar që eksperimentale ashtu. Por si thua, kjo pjesa e pasionit të fotografisë ka mbetur brenda meje. Kam akoma kështu tendenca dhe dëshirë që t'i rikthehem nganjëherë, lexoj për fotografinë vazhdimisht. Kam edhe këtu një libër që është një libër teorik për fotografi, domethënë her pas here marr një gjë që më pëlqen.
Kështu që është një lidhje pa shkëputur, le të themi, lidhja me fotografi. Pavarësisht se ndoshta nuk më bëjmë dot krahasime me një profesionist si Ardi, po ka ndonjë foto që ju e keni realizuar dhe Ardi vërtet me syrin e profesionisti e ka pëlqyer? Po kemi pasur foto, ne kemi bërë edhe foto të përbashkëta, kemi marrë pjesë në për konkurse fotografie së bashku me Ardi. Ardi ka qenë promotori, si të thua, këtyre konkurseve, ndjekësi, ka qenë më aktiv për shkak të pasionit të tij të madh për fotografinë. Kurse unë kam parë si një lloj eksperimenti artistik, si një lloj dëshire për të dalë nga e zakonshmja. Kemi bërë edhe ekspozita që kemi realizuar bashkë me Ardin në kohë të caktuar nga vitet 98-99 besoj, kanë qenë disa ekspozita shumë interesante. Tani për një publik më të gjerë, se ju njohin në tjetër fushë, cilat janë elementet e përbashkëta mes një fotografie dhe një rrëfimi letrar? Po, fotografia në një farë mënyrë mund të shërbejë si një rrëfim, le të themi, po varet nga vendi se si e sheh. Rrëfimi në fakt, në qoftë se do ta analizojmë, mund të lidhet më shumë me kamerën, me atë pjesën filmike, sepse ka multifokalitet, ka shumë fokuse. Por njëkohësisht edhe fotografia ka rolin në një rrëfimi, mund të na rrëfejë ne për sipërfaqe të caktuara, për gjendje emocionale të caktuara, për gjendje emocionale të natyrës, mund të realizojë një lloj rrëfimi lirik. Ose pamje dramatike, sidomos rrëfim, kur kemi pamje dramatike të natyrës të shoqërisë, fotografia shndërrohet në një mjet të fuqishëm të rrëfimit, por është një lloj rrëfimi meditativ, sepse rrëfimi në thelb ka rrjedhshmërinë dhe sekuencat e ngjarjeve që pasojnë njëra tjetrën. Kurse lirizmi është më tepër i kapur tek momentet e caktuara. Edhe fotografia e fikson një moment të caktuar, kështu që në pjesën më të madhe, do të thosha, janë të lidhura me lirikën, jo se fotografia nuk ka dramatikë, si themi, ka dramatikën e vetë, rrëfen për ngjarje, rrëfen për personazhe, për karaktere, nëse janë këto pjesë përbërëse e fotografisë, sigurisht. Pra, profesori, do të thoni që një foto mund të lexohet deri diku njësoj si një tekst. Po, një foto nuk është tekst, do të thënë sot ka edhe prirje për ta paraqitur foton si një tekst të caktuar. Unë nuk mendoj që një foto është tekst, po fotoja normalisht gjeneron tekst. Një foto jep tekst. Është një burim frymëzimi. E njohur që në formulën e Horacit, në Lassi, në veprën Ars Poetica, ka thënë frazën e famshme ut piktura poezis, që do të thotë nga piktura, nga pamja, si themi, nga peizazhi, sa atëherë s'ka pasur fotografi, vjen poezia. Megjithatë, fotot, profesor, mund të na shërbejnë shumë mirë për të promovuar një vend, po edhe një gjendje që sapo thatë. Po, fotot janë shumë interesante për ta promovuar një vend. Fotot janë emocionale godice. Në qoftë se ne në jetën e zakonshme shohim që sekuencat e ngjarjeve ne lëvizim, edhe humbasim edhe momentin interesant. Fotoja, sidomos e kapur me syrin e fotografi të mirë, me syrin e një mjeshtri, e fikson atë pamje, edhe e pamje është, si thua, gati e pamundur që të rikthehet. Është e pamundur të bësh një foto të dytë, si thua, në atë gjendje emocionale, në ato kushte natyrore, në atë vëzhgim drite që mund të jetë kameramani fotografi. Kështu që kameramanët, fotografët, po them kameraman sepse ashtu quhet anglisht më shumë, fotografët fiksojnë në momente të caktuara dhe këto momente të caktuara janë domethënëse, janë decisive. Ato nuk përsëriten. Pastaj është si të thuash, rrjedh koha si një lume dhe nuk kthehet më pas. Edhe ai momenti nuk kthehet që ne mund ta fiksojmë me fotografi. Do të thënë, është gati pamundur që ta ribesh në një të dytë. Edhe nëse ti shkon të njëjtën kohë, në të njëjtin vend,
përsëri ka ndodhur diçka, domethënë, ka ndodhur një lëvizje e universit, e natyrës, e ajrit, e dritës e tjera, pra faktorë që nuk varen nga ne. Edhe ato i japin një dritë tjetër fotografisë, mund të jetë fotografia e bukur, e ndryshme, po jo e njëjtë. Ndërkohë, profesor, tani pyetja mund të duket dikujt e çuditshme dhe mund të mos jetë pyetje e duhur, po më lind një ide, a mundet të ketë të njëjtin ndikim tek një individ, një foto e realizuar, siç thamë, nga një profesionist i vërtet, a mund të lërë gjurmë dhe ndikim gjatë tek një individ ashtu siç mund të lërë një vepër letrare? Apo nuk është kjo krahasimi i duhur? Një foto lej një diçka të ngjashme me një vepër letrare, me një poezi, do të thosha. Lej diçka të ngjashme, domethënë, sepse ajo fotoja gjeneron emocion. Po teksti letrar, poezia, teksti poetik, një tekst që tregon për një peizazh, që përshkruan një tekst që përshkruan në godinë, na lej një emocion të ngjashëm. Dhe si thua, ajo fotoja e gjeneron tekstin, na çon në mendime, fotoja të shpije të meditosh për te. Domethënë na shpije në një botë, ne krijojmë tekst duke parë një foto. Krijojmë, meditojmë për te. Meditimi mund të jetë, si të thuash, i dukuri, po sidoqofte është një meditim shumë i rëndësishëm. Është ajo çka mendojmë ne për foto, është një lloj interpretimi, si të thuash, një interpretim personal. Kuptohet që mjeshtaria e fotografit, mjeshtaria e artistit, na bën ne që të mendojmë shpeshherë në mënyrë të ngjashme, sepse pra njerëzit e ndryshëm, ata që e vëzhgojnë fotografinë, mendojnë në mënyrë të ngjashme, sepse fotografia është aq domethënëse sa të jep ty të njëjtin, si thua, të njëjtin emocion, ju jep njerëzve të njëjtin emocion. Ne pak më përpara, po, profesor, pak më parë. Kjo është mjeshtaria e artistëve të mëdhenj. Pak më parë, bashkë me dy artistët, fotografët që kemi në studio, diskutuam për gjurmën që le tek një turist i huaj, po edhe vënda, sepse ne për hir të vërtetës e kemi njohur Shqipërinë tonë shumë vonë. Këtë e them edhe nga përvoja personale. Kishte shumë vende në Shqipëri të cilat nuk i njihnim. Edhe kur i kemi vizituar jemi maknitur. Kjo është një e vërtetë e idhur, po kështu është. Dhe aq më tepër edhe tek të huajt. Kështu që fotoja, le të themi, është një nga promotorët më të fuqishëm për ta promovuar një vend të vogël si Shqipëria. Tani, kjo nuk ndodh vetëm me fotografët, dhe me, le të themi, atë vlerat që ka një fotograf për ta promovuar një vend, por ne kemi natyrisht edhe shkrimtarë të mëdhenj, të cilët e kanë promovuar Shqipërinë tonë nëpërmjet veprave të tyre. Nëse do të na duhet i krahasojmë këto, cili është ndryshimi? Pra, i mesazhit që përcjell një fotografi dhe i mesazhit që përcjell një vepër për ta promovuar një vend si Shqipëria. Fotografia ka emocionalitetin e vet. Edhe vepra ka emocionalitetin e vet. Vepra që ta gjesh atë fragmentin për shkruar diçka e të tjera, ndodh kjo me të dyja, si të thuash. Që të japin një emocion për një vend të caktuar dhe shpeshherë njerëzit janë në kërkim të atij vendi. Pra lexon diçka për Parisin edhe ti vetë ta kërkosh shkuash ai vend në Paris. Që është përshkruar fjala vjen te Esmeralda, Quasimodo e tjera dhe vjen turistët që ta verifikojnë vendin. Po fotografia të ofron konkretësi, të ofron një lloj dëshire më të madhe për ta gjetur vendin. Dhe shpeshherë ne kemi njerëz që kërkojnë ato momente që kanë ndeshur në fotografi, në albume turistike, turisti vetë, që shfleton një album edhe merr emocion nga ai, përpiqet që ta kërkojë atë vend që i ka lënë mbresat pashlyeshme. Mbresat që t'i jep fotografia janë mbresa të drejtë për drejta, janë të fuqishme, janë emocionale, janë ngjyrore, kanë ngjyra. Ngjyra ty në komunikimi është më i shpejtë nëpërmjet fotografisë. Duke qenë komunikimi i shpejtë, ai si thua individi, turisti, ai që është në kërkim të kësaj, le të themi, narrative, topologjie të vendeve, ai që kërkon një vend, të gjej një liçen, një kush ber, kush marr ai mash, ai ka një dëshirë, si thua, më të beftë, më të fuqishme për ta vajtur, për ta vizituar atë vend. Profesor, a mund të ndikoj fotografia? Është më konkrete nëse ai e gjen vendin. E kuptoj. Profesor, shumë interesant.
A mund të ndikoj fotografia në formimin e opinionit publik ashtu sikur se e bën letërsia? Sigurisht që të dyja përdorin mjete të ndryshme. Unë mendoj që fotografia e bën shumë më shpejt. Shumë më shpejt. Nëse na duhet. Po, sepse është e tequeshme sot me mjetet e teknologjisë, shkon shumë shpejt. Një fotografi e shikojnë miliona njerëz në një fragment, sekonde, si të thuash. Kurse për letërsinë do duhet kohë që ta realizojë, sepse operon me mjete tradicionale, mjete të vjetra, kërkojnë përqendrim. Ti duhet të lexosh gjatë një roman 500 faqe që të gjesh një moment dhe e fikson ose jo atë, kurse nëpërmjet fotografisë këtë qëllim e realizon shumë shpejt. Do thotë që fotografia na shërbej ka edhe për formimin e opinionit, atëherë edhe këtë e bën në një kohë shumë më të shkurtër. Po, e bën në një kohë më të shkurtër, e bën me, si thua, me mjetet e veta, të cilat janë mjetet e shpejta. Në kohën sotme ne jetojmë nëpërmjet, si thua, një transmetimi të njohurive fotografike. Profesor, pyetja e fundit që kam. Ne kemi rrjetet sociale të cilat, siç është Instagrami, për shembull, që operojnë nëpërmjet goditjes fotografike të parës dhe tekst ka shumë pak aty, të le pak vend për tekst. Pra kuptohet që goditja i është kushtuar një gjëje që në psikozën e njeriut, në psikologjinë e njeriut, ai e thith shumë shpejt. E thith shumë shpejt pamjen, thith shumë shpejt emocionin edhe përpiqet që të reagojë ndaj saj. Tani pyetja e fundit që kam, meqense ke pasur bashkëpunim edhe me Ardin, po tani nuk do të flas për bashkëpunimi. Cila mendon se është fotoja më e bukur që ke realizuar, pavarësisht se nuk je profesionist i mirëfillt në këtë fushë? Unë kam pëlqyer fotot eksperimentale, po për shembull pëlqej një foto, ne kemi bërë disa foto në për ekspozita të ndryshme dhe ka qenë një foto e marrë në shtëpinë time të vjetër, ajo që kam bërë unë, po them. Po. Që ishte një fragment i një porte të vjetër, e cila ekziston akoma në shtëpi. Kjo është foto që mendoj që ke realizuar më së miri. Si thua, në një farë mënyrë pa personazhe, më tregon historinë e familjes edhe të ndërtimit të shtëpisë në një kohë të caktuar. Një portë që flet shumë. Profesor, të falenderoj që na u bashkove, e folëm për një tjetër pasion tëndin. Ju mirëpres në studio për të folur për punët e fundit në akademi. Shumë faleminderit. Faleminderit që na u bashkove. Vlerësoj shumë këtë intervistë, më kthyet në një kohë tjetër edhe tash më kujtuan edhe vetë gjëra të tjera, si thua, gjatë intervistës, gjëra të cilat më mbase mund të flasim përsëri. Jo, mirëpresim bashkë me foton e portës që është më e dashura për ju. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Bashkëpunim me profesor Neli Naçon që nuk e dinim, që i përket një kohë të shkuar. Ka qenë eksperimente. Ke pas qenë shkoj një trajnim në Amerikë dhe sjell disa albume, të cilët i pa më vonë, po ndërkohë kishim parë një album fotografik të Man Ray, që unë e kisha sjellë nga Bukureshti. Edhe ne kemi bërë fotot me dritë direkte, për mos thënë jemi 3. Unë, Gen Zeka, Piktori dhe Neli. Edhe kemi bërë stampime të imazheve në dritë direkte, pa film, direkt në letër fotografike. Që në atë kohë quheshin reografe, dhe kur ka qenë ky të meri 97-ës, ne bënim ekspozita në 98, në 99, në diçka e tillë. Edhe njerëzit që thoshin këta janë në Terezi, jo çfarë bëhet, këta sjellin imazhe. Dhe për këtë lloj, po ka pas zgjat goxha si kohë, derisa kemi plotësuar, kemi bërë 30 foto për ekspozitën gati. Kështu që mbetet nga eksperiencat më të mira me Nelin, Gentin, po njëkohësisht edhe me Eliano Kalemi Gjerasin ta përshëndes. Me Eliano kemi bërë, nuk e di, prova pa fund. Pa fund. Ka qenë ajo dalldia e madhe që ne kishim nevojë për të marrë, edhe për të improvizuar, për të si thua përgjetur shtigje të reja për sa i përket fotografisë. Po që ishte pak e vështirë për ta bërë publike foto, sepse rrjetet sociale nuk ishin në këto. Jo, s'kishte fare në atë kohë, në bëhet fjalë rreth 2000-s. Është një ditë normal një fotograf ta bëjë publike foto. Nuk e di, domethënë, se problemi ishte që Eliano kishte studion, po ne harxhonim me spaguanim gjë, se kjo
Ky ishte qefi. Kështu që në kohën e asaj dallëdije të madhe që ne gërmoheshim për të mësuar më shumë se sa, se si e ka bërë ky. Për shembull, unë kam marrë shkas një herë, kam bërë këtë pjesën e John Millit me elektrikun e dorës, që unë jam virtuoz, po vetëm për ta parë, për shembull, që ore si e ka bërë ky burri huaj këtë për 24 sekonda. Edhe vetëm për ta realizuar. Gjë që them tashi, sa fillon edhe bie. Po nuk jam pishman për atë periudhë kohën, e kemi jetuar me fotografinë e asaj kohë. Ndërkohë që do të shijojmë tani foto peizazhit të Ardit, do t'i ndjekim në ekran disa prej tyre, edhe do t'i komentojmë nëse është shumë e vështirë që të ndash në fakt cilat janë më të bukurat, më të dashurat, po ndoshta ato që mendon Ardi që kanë pasur një impakt edhe që kanë ndihmuar në promovimin e turizmit të zonave të ndryshme, po Gradeci për shembull vazhdon të jetë një dashuri e vjetër e juaja. Kjo është nga fotot më të ajo me dimrin, është nga fotot që unë i vlerësoj, është një dimër në Valorek, kryesisht fotoja anon nga monokromi, pavarësisht se ka një bojqella aty te varka dhe ca gjethe të thara lart, po hy në fotot të cilat unë kjo hy në fotot që unë e dua shumë. Këto janë mëngjeset e qytetit, e qytetit po Gradecit. Kjo është vjeshta me këtë pemën, me këtë plepin që se ekziston me, është hyrja e... Kjo është e bukura e fotos, kjo është hyrja e qytetit, është në momenti kur drita fillon edhe shuhet fare. Është kjo... Tani mua m'jen qef, se është edhe kjo pema së shmet, ashtë i e them të beja të cinikon kështu. Si e kupton Ardi, një fotograf që ka ndihmuar në promovimin e turizmit? Nuk ka një matës të themi për këtë gjë. Shiko, e bëjnë të tjerët, nuk e bën, do të thënë, tashit që të flasë unë që shiko se që kam bërë unë për qytetin e njërën tjetër. Po unë e ndjej në shkrimet, në komentet, në... Po qofte ato like-et që i merë, ca i merë mirë, ca i merë për miqësi, ca për shoqëri. Po duken fotot për shembull që kush nuk do ta donte për shembull një pamje të këtij, duket një foto simetrike dhe mua simetria më ka pëlqyer gjithnjë, po varet nga gjendja në cilën ti e gjen liçenin. Këtu është para bashkisë të Odeoni, unë i kam qef tulipanët, çelin vetëm për një moment, edhe ja kanë kushtuar tulipanëve si foto këto. Edhe kjo hyrë në foto... Do me thënë, nëse ka një promovim... Janë minimaliste, po... Pavarësisht se të thua që prespën e kenë... Ata mendojnë... E ke një tjetër dashuri, po Gradeci ti ke bërë një promovim të jashtëzakonshëm. Po Gradeci nuk diskutohet, po Gradeci është i imi, kështu që... Duke sikur s'ka njerëz në vark, po varka është plot. Kjo është një ditë pranvere. Në? Në Presp? Jo, kjo është në Ploç, sa zbret. Unë kam 20 vjetë që shkoj e vi në Korçë, për mosën, jo më qarë, 23-24 vjetë. Arit ka ndodhur të ketë marrë dikush në telefon dhe të pyes në çfarë vendi është kjo fotoja që ke bërë? Po, gjithkohës. Gjithkohës, të pyesin. Po. Kryesisht janë shqiptar, apo mund të kenë ndodhur ndonjë huaj? Edhe shqiptar, po tuaj nuk para kam marrëdhënie, po. Me shqiptar, po. Kjo është oktapodi, është gati për shi, dhe ajo që më të roqi me kanë trequr ata kalamajnë që janë në fund fare në Zanës. Që i shikon vetëm syri jotë, nuk do t'i kishe thënë, nuk do t'i kisha parë. Edhe kjo pista helikopterit këtu. Shumë e bukur. Gjendje mazite. Edhe kjo është mazite, vonë. është sërish drita. është Valoreka në dimër, do më pasi ka rënë gjethet, po. Këto janë foto historike, këto nuk ekzistojnë me tani, nuk ekziston as këto ambientet, as ura e drurit nuk ekziston. Çfarë ndodh me këto vende që nuk ekzistojnë më? Ju preferoni që këto fotot i lini në një arkiv, apo vazhdimisht i publikoni? Unë kam dëshirë t'i publikoj, i kam edhe në pjesë të albumeve.
Nuk mendoni se nesër mund të jetë një zhgënjim për shembull ajo fotoja, duke patur parasysh që aty nuk ka më, nuk ekzistojnë më? Ke një lloj të drejtë, domethënë mua ma ka mbërvrejtje shumë vetë. Unë duhet ta shkruaj edhe kur e botoj, ose qoftë edhe kur e duhet të shkruaj datën e fotografimit. E fotografisë, po. Kjo është një pastaj... Kjo një pranverë, gjithmonë nga makina i kam këto. Shqyqyr që kemi një qikë të lartë edhe aparatin e mbaj në krah, edhe shkrepur nga makina, është një ditë pranvera. Ky është një mëngjes. Ky është mëngjes, Ky është një mëngjes. Dikush mund ta ngatrojë me mbrëmje. Jo, është një mbrëmje vera. Është mëngjes, edhe mëngjes pranvere, jo vere. Para disa vitesh, po, shumë e bukur, është sa dalu nga shtëpia tek turizmi. Henan maltat, këto pasaj janë e vjeshta në stin të ndryshme. E Volorekës, po, dy stin ka për mua, vjesht dhe dimër. Vjeshta dhe dimri. Sualdo thot pranvera dhe vjeshta, po unë them vjeshta dhe dimër. Kjo varet nga këndvështrimi. Jo, varet çfarë pëlqen njeriu, kështu që. Çfarë pëlqen? Dhe si është janë, këtu besoj po dimri më pëlqen se i mbulon të gjitha pisliqet edhe. Është dëbora. Shumë të bukur janë të gjitha, unë vazhdimisht e them edhe komentoj që më duken si piktura. Nuk e di ku mund të qëndrojnë ndryshimi dhe sa mund të frymëzojnë edhe piktorët në fakt duke parë fotot tuaja, se ju jepni dhe atyre një material goxha të mirë. Po mirë është, nder është, respekt është, kur të bëj një punë, ka një lloj vlerësimi. Këtu jemi në sotir. Në sotir? Në farë më sotir? Po. Që nga, po. Po, unë kam qenë 2 vjetë shef komisariati në kalojnë që... Nuk ke lënë vend pa promovuar edhe aty. E kam lëvruar. Edhe aty. Ky është një mëngjes, prap, po Gradec, pas dite, të moli qytetit. Çdo cep të Pogradecit? Koloja pranver, këtu jemi në Mollas, nga Mollasi. Shije gramozi me të borë. Sa ke ndikuar, mendon Ardi, kur ke punuar kur ke punuar në Kolonjë për të promovuar disa zona që ndoshta për banorët është një zonë e zakonshme, është një vend i zakonshëm. Për shkak të popullsisë të pakët, më kupton, natyra ka stopuar në vitet 80. Edhe është e bukur kjo? Edhe është fat. Edhe është fat, po. Pavarësisht se s'ka njerëz, po më pyeti dikush që si ndikon ti personalisht me këtë pozicion punën që ke, thoshtet në pjesën e turizmit. E turizmit, po. Ne si strukturë, si organizat, kemi edhe një term që i themi policimi në komunitet. Do thash çfarë ndikon. E ke shfrytzuar më së miri këtë. Po në qoftë se ti fotografon 2 bujtina, shkon një zonë turistike që është shumë e rraur me turist, dhe i promovon zonën ati djalit që në vend të bëj një xhiro me thesa shashi, apo i tregon që shko mund të bësh edhe gjërat e tjera në bazë të kësaj pune. Dhe dashur pa dashur duke treguar atraksione turistike të asaj zone, duke treguar punën që bëjnë të tjerë për të siguruar të ardhurat e tyre, fut në ngasje këtë tipi, këtë djalin që, shiko, ka dhe anë të tjera, ka dhe punë të ndershme ku ti mund të bësh para dhe jo të ndjekësh rrugën tjetër. Do me thënë, jep një lloj qasje tjetër përsa i përket, nuk do a këtë me nas të iki as të... Për ta parë vendin e ti me një këndvështrim tjetër. Që ore nuk që nga ka që kej, shiko, ky e ka sjell ka që bukur se vinë këta njerës që është kaq mirë këtu. Kështu që secili me pjesën e vet mundohet të bëj diçka për mos thënë që unë qeshja i thosha Arionit që unë kam bërë zyrën e turizmit për 2 vjet. Unë postoja për ditë nga Koloja, duke filluar që nga Leskoviku poshtë deri në... Edhe aty ka zona shumë bukura. Jashtëzakonshme, jo të bukura. Shumë bukura. Fillojnë ndahet Dangëllia me këtë pjesën tjetër tonë të Qerisë. Kështu që jam shumë i gëzuar që kam punuar, jam shumë i lumtur që kam bërë ato fotografi.
Po edhe për atë material të madh që kam mbledhur që shpresoj të dalin ditë në dritë. Sualdo, fotoja e traktorit, për cilën edhe ke fituar një çmim, është një foto që është bërë në një lartësi? Ajo është bërë një lartësi, le të themi diku në 40 ose 50 metra me dron. Jo shumë lartë, me një kënd, le të themi duke balancuar horizontin me pjesën e tokës, po. E tokës. Dhe është një foto korekte. Sigurisht që kur vlerësohesh, ndihesh edhe mirë dhe kupton që ke sjellë për publikun një foto, jo thjesht një foto, po një impakt shumë të mirë edhe për zonën aty. Se është ajo që folëm me profesorin që fotoja jep një mesazh. Ajo sjell një punë të përditshmërisë të njerëzve të zakonshëm në këtë vend. Të zakonshëm, po të punës që është e domosdoshme për gjithë ne. Për cilat foto të tjera ndihesh krenar? Që ke lënë një impakt tek masa? Janë disa prej tyre, njëra prej tyre është një pamje posërisht me dron të shkrepur në qytetin e Korçës. Në qytetin e Korçës. E kam kapur një plan me por, i gjithë qytetit së bashku me pjesën e komplet Bargmalit Moravës dhe Çardakut. Edhe ajo ka qenë pjesë e kompeticionit të Wanderlust in Albania dhe ka fituar çmim për fotografinë e publikut nëpërmjet votimeve të tyre. Është një foto që mua më pëlqen sepse ashtu siç tha dhe Ardi pak përpara, të bora i mbulon të gjitha ato zhatit, një të kuqe, një jeshile. Ne për fat të mirës së të keq nuk është se kemi një unitet në ndërtim, në infrastrukturë. Por është një foto që ka lënë vërtet mbresa. Gjithashtu, ashtu siç thash edhe në fillim të emisionit, pjesa e fotografisë kulinare, le të themi, ka një ndikim shumë të madh, sepse vërtet është peizazhi, por janë edhe ushqimet që ndikojnë në komunitet, në njerëz që nga jashtë. Disa prej fotove janë zgjedhur dhe për albumet ndryshme, të cilat kanë përfunduar edhe në Spanjë, në Panajire, të ushqimeve, kryesisht tradicionale të zonës, për të cilat jo çdo kush ju bie rasti për t'i parë. Le të themi, ushqimet e Prespës janë të veçanta nga zonat të tjera të. Pra duhet të kuptojmë që jo vetëm natyra, peizazhi, po edhe këto element që në syrin ton nuk janë, po fotot e gastronomisë duket që edhe këto kanë impakt në fushën e turizmit. Sigurisht, sepse vizitorët shkojnë dhe thonë që ne kemi parë këtë lloj pjate. Po si ka lindur kjo ideja për ta parë në këtë kënd vështrim? Se për shembull rrallë e ka masur të fotografë të tjerë, që e ke parë dhe në këtë kënd vështrim, që dhe këto fotot e gastronomisë mund të kenë një impakt shumë të rëndësishëm te turistët. Analizohet, është mirë. Po, është shumë e bukur kjo. Është diçka që vjen natyrshëm. Në fillim ka erdhur si një pjesë, le të themi, për të rritur buxhetin për blerë një pajisje të re. Dhe më pas kaloi në një përqasje që mua më tërhoqi dhe më bën të ndihem mirë sepse i perceptoj, ju jap njerëzve atë çfarë un kam parë dhe të tjerët duan ta shijojnë nëpërmjet fotos. Duhet ta vendosësh veten në pozicionin e një turisti? Duhet ta vendosësh veten në çfarë do kërkosh ti në një vend? Po. Në një mënyrë të tretë. Ja që mirë dhe aq bukur sa ai të ketë mundësi ta haj nga fotografia. Nga monitori. Mendon se e ke realizuar deri diku? Patjetër që po. Po. Pra edhe ky kanalizimi që thot Ardi është shumë i kërkuar, po. Shumë e bukur kjo. Ardi, fotoja ose kanalizimi i një fotografi pikërisht te ky element duke e vënë veten në rolin e një turisti. Çfarë do kërkojë një turist ku shkon në një zonë? Pra përveç peizazhit, sigurisht. Unë thash edhe një herë, Osvaldo na kam përgëzuar për pjesën e profilizimit, domethënë që të shkon drejt sa gjëje që natyrën aty ke dhe mos e lëviz, po. Pjesa e të fotografuarit të ushqime apo bësh pjesa kulinarisë është një përveç se një lloj domosdoshmërie, sepse të gjitha lokalet e shërbimit, bujtinat që kanë në restorante, janë të interesuar sepse mirëmbajnë edhe faqet e tyre, ndërkohë më këto bëjmë botime për menut, edhe sa më mirë të vi pjata ty kur e shef imazhin, ai që do vi ta shijojë nga jashtë apo kur vjen nga brenda, detyrën fotografike në këtë rast e ka bërë. Domethënë prezantimi sa më mirë i atij asortimenti që serviret, është detyra e fotografit, edhe kuzhinierit, por ndërkohë edhe e fotografit. Tani pyetja e fundit që ndoshta mund mos jetë shumë e këndshme, por e parë gjithmonë në këndvështrimin e një teleshikuesi, a ju ka ndodhur që
një foto juaja mund të ketë zhgënjur dikë? Jo, jam zhgënjur unë nga një foto. Je zhgënjur nga një foto? Po. Për shembull? Mos bëj reklam, anti-reklam se gjuna, shkoj në një ambient diku dhe vetëm nga fotografi ka shkoj në një restoran. Jam zhgënjur, 4 cipërisht. Je zhgënjur. Dhe fjalën e parë kam shar fotografit. Fotografi ndoshta ka Fotografi pas ishte meritë qarë. në rast, e kishte qarë. Fotografi pra, ishte qarë. është meritë e Po, fotografit. unë kam shar fotografit. Sualët ka Se shkova ndodhur? goxha larg, Jo, për të parë. këtë Ardi nuk ma pas ka thënë, ndoshta duhet t'i bëj... Po vetë e ke edhe më Ja, përjetuar? tani më doli. Po, tani, po. E ke përjetuar diçka të Jo, tillë? nuk e kam përjetuar, në përgjithësi njerëzit që kanë parë fotot e mia më thonë, ose dhe komentet, po në përgjithësi dhe mesazhet që marr janë të lutem, sepse është vakt dreke, mos na i bëj kaq të bukura. Mirë, në fakt, Sualdo nuk është një fotograf vetëm i kësaj fushe, po unë di që Sualdo e ndalet edhe tek elementet të tjera që ndoshta tek Ardi nuk janë, pra tek njerëzit, tek mjediset të ndryshme, tek marrëdhënia që ka individi njeriu me një mjedis, kështu që për këtë pjesë do të flasim ndoshta në një bisedë tjetër me Sualdon. Falenderoj. Dhe unë po ja bëj ftesën që tani publike për të folur më gjëre gjatë, po ju falenderoj të dyve për gjithçka nda me publikun edhe pse jo në këtë pjesë të dytë për të folur për impaktin që lë fotografia tek të gjithë ne, po sidomos në promovimin e një vendi të vogël, tashmë prej disa vitesh është një vend i madh për gjithë pjesën tjetër, jo vetëm të kontinentit evropian, po dhe më gjerë. Ju uroj shumë suksese në punën tuaj, ju uroj suksese dhe pjesëmarrje të themi më të gjerë në ekspozita edhe për te kufive Shqipërisë. Faleminderit. Mirë, ne do të ndajemi edhe për sot, do të rishimi të ende në ardhshme, gjithmonë në ekranin e RTV Korçës në Pak nga të gjitha. Natën e mirë.